Allahu i lartësuar thot: O ju njerëz, ne ju krijuam prej një mashkulli dhe një femre. Pra gjithë njerëzit e kanë përjardhjen e njëjtë, prej një mashkulli dhe një femre. Dhe ju bëm popuj dhe fise. Prej atyre dyve u bën shumë njerëz, shumë popuj dhe shumë fise. Lite arafu, qëllimi i kësaj është që ju ta njihni njëri tjetrin, të njiheni më lehtë me njëri tjetrin. Inne akramakum inda Allahi atqakum. Mirë po, më fisniku tek Allahu është ai i cili është më i devotshëm prej jush. Allahu i lartësuar në këtë ajet kuranor e thot një të vërtet të madhe, ajet i njerëzshmërisë që tregon njerëzshmërinë e muslimanëve, sepse ne besojmë se gjithë njerëzit e kanë një përjardhje, prej një mashkulli dhe një femre, prej Ademit dhe Havas, alayhimus salam. Pastaj prej këtyre dyve u shtuan të gjithë njerëzit e tjerë, derisa arritën që të bëhen shu'uban wa qabail, popuj dhe fise, popuj të ndryshëm, pastaj brenda popujve të ndryshëm fise të ndryshme. E urtësia e kësaj është, siç thot Allahu, lite arafu, që ta njihni njëri tjetrin. Paramendo sikur të ishin 8 miliard njerëz krejt njësoj, krejt të dukeshin njësoj, krejt një popull, krejt një gjuhë, njohja me njëri tjetrin do të ishte shumë e vështirë. Mirë po Allahu ka dashur që të ndryshojnë. Disa të jenë shqiptar, disa të tjerë të jenë arab, disa të tjerë të jenë turq, disa të tjerë të jenë perëndimor, angles, francez, italian, disa të tjerë të jenë lindor, japonez, kinez, indian, pakistanez, e kështu me radhë. Pse? Sepse në këtë formë urtësia e kësaj është se në këtë formë njihemi më mirë me njëri tjetrin. Allahu po thot që të njiheni, kjo është urtësia kryesore. Pastaj thot, mirë po dijeni se më fisniku, tash kush është më superior, pasi që kemi popuj ndryshme. Allahu thot, tek Allahu më fisniku për jush është ai që është më i devotshëm, që është më afër Allahut. Kjo është pra tek Allahu, kjo është njësia matë se tek Allahu. Kush është më lartë, më fisnik, më i devotshëm, është ai që është më i devotshëm. Ai është më lartë.